Situata në një nga pikat më strategjike të tregtisë globale të energjisë po mbetet e tensionuar, ndërsa anijet tregtare janë parë duke pritur në ujërat pranë portit iranian të Bandar Abbas në pritje të lejes për të kaluar ngushticën e Hormuzit. Ky korridor detar, që lidh gjirin persik me Oqeanin e Hapur, konsiderohet jetik për furnizimin global me naftë, duke e bërë çdo ndërprerje të tij në çështje me pasoja ndërkombëtare. Sipas raportimeve, vonesat në lundrim vijnë në një moment kur negociatat për përfundimin e konfliktit mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara po vazhdojnë pa rezultate të qarta, ndërsa të dyja palët kanë raportuar sulme ndaj objektivave ushtarake në ditët e fundit, pavarësisht një arpushimi të shpallur më herët gjatë vitit. Porti i Bandar Abbasit, i vendosur në jug të Iranit, është një nga qendrat më të rëndësishme tregtare dhe ushtarake të vendit, duke luajtur një rol kyç në transportin e naftës dhe mallrave drejt tregjeve globale. Tensionet kanë ndikuar menjëherë në tregjet ndërkombëtare të energjisë, ku çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm, duke reflektuar frikën për ndërprerje të furnizimeve. Sipas burimeve politike, presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Irani është i gatshëm për një marrëveshje. Megjithse, negociatat mbeten të vështira dhe të ndikuara nga presionet e brendshme politike në Washington. Në të njëjtën kohë, administrata amerikane përballet me presion për të siguruar rihapjen e plotë të ngushticës së Hormuzit, në mënyrë që të stabilizohen çmimet e karburantit për konsumatorët. Në këtë situatë të brisht, çdo përshkallëzim i mëtejshëm në rajon rrezikon të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në ekonominë globale dhe tregjet energjetike ndërkombëtare.